إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد falëndërimi I qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndërimi qoftë Allahut I cili në librin e tij ka thonë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar", që do të thotë dhe Zoti yt krijon çfarë të doj dhe përzgjedh këtë doj. Falëndërimi qoftë Allahut I cili ka përzgjedh nga ditët dhe muajt dhe ka përzgjedh Allahu subhanahu wa ta'ala nga ditët e vitit, ditët e Dhulhijhes. Dhe këto ditë vëllezër të nderuar I ka përzgjedhur Allahu subhanahu wa ta'ala si mëshirë, si rahmet dhe për kujtim për besimtarët të cilët kanë sy dhe mendje. Prandaj vëllezër të nderuar, ditët të cilat I vendosi Allahu subhanahu wa ta'ala janë vende të adhurimit për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe mundësi dhe shans afrim për tek Zoti krijuesi I kësaj gjësie. Ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala bëri që nata dhe dita të nderohen limen arade e yadhkara aw arade shukura. Të gjithë këta si për atë I cili don me përkujtue dhe don me falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, jeta po ikën shumë shpejt dhe ditët po kalojnë sikur se rrufeja, ndërsa njeriu po merr me vete vepra të ndryshme me të cilat do ta kanë Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an duke I nxit besimtarët në veprat e mira: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", dhe shpejtoni që ta arrini faljen e Zotit tuaj. "Wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard", dhe për një xhenet gjerësia të cilët sa gjerësia qiellve tokës. "U'iddat lil-muttaqin", që është përgatitur për të devotshmit. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala I ka bërë këto ditë të jenë ditë afrimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala, të jenë ditë që ne të shtojmë veprat e mira, të shtojmë adhurimet me shpresë se Allahu subhanahu wa ta'ala do na I pranon dhe me shpresën ditën e gjykimit të na peshojnë në peshojnë e veprat mira dhe të fitojmë kur dalëm para Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, I lumtur është ai I cili e shfrytëzon kohën dhe e shfrytëzon ymrin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse adhurimet të cilat I shfrytëzon në kohën që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala do I gjenden atij në botën tjetër, në botën kur do të ketë nevojë edhe për një subhanallah, në botën kur do të ketë nevojë edhe për një elhamdulillah me thonë,
mos flasim për vepra tjera më të mëdha. Prandaj ymri dhe jeta po kalon, po ikën shumë shpejt. Dhe koha nuk është duke prit njeriu, aq shpejt që është duke kaluar. Dhe njeriu për këtë kohë që e ka marrë amanet prej Zotit e tij, atëherë edhe do pyetet në ditën e gjykimit. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah. Nuk kanë me lëviz këmbët birit e Ademit në ditën e gjykimit. Hatta yus'ala an umrihi ma fa'ala bih. Derisa ka më marrë pyetje për ymrin dhe jetën e tij, se çfarë ka vepruar me të. Pra për këtë ymër të cilën jemi duke harxhuar dhe duke shpenzuar, ka me ardhur dita kur kena me qëndru para krijuesit, para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ka me na pyet se si kalohën jetën asaj bote. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi një burr, një sahab, dhe i tha: Idhtanim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Dhe në mesin e këtyre këshillave, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoje jetën para vdekjes. Pra shfrytëzoje jetën sa ki mundësin. Nga se ai që ka kaluar në botën tjetër, i thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. O Zoti im, kthema më një herë në dynjë, të veproj, të shtoj veprat e mira, adhurimet, e jo sikurse i patalon në jetën e asaj bote. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala na dhuroi jetën. Dhe merre jetën si amanet që të ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë amanet përgatitu se ka përgjigje dhe gjavab që duhet me ju përgjigje Allahu subhanahu wa ta'ala. Por nga urtësia dhe rahmeti dhe mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala, arse Allah e krijoi kohën, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala mbrana kësaj kohe i dalloi disa ditë. Dhe këto ditë të jenë shans dhe mundësi për besimtarët që të lartësohen në gradat e tyre në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe të shtojnë veprat e mira në to, dhe në të njëjtën kohë për ata të cilët kanë qenë mongo, të jenë një lloj shanse dhe mundësie me plotësu ato që kanë pas mongo. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala për madhështinë e këtyre ditëve, pra ditët të Dhulhijhes, thot në Kur'an: Wal fajri wa layalin ashr, thot pasha agimin dhe pasha 10 netet. Thot Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, shaki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e komentoi këto ajetet e Kur'anit që Allah është betuar, tha është për qëllim këto 10 net, pra 10 ditët e Dhulhijhes. Sa që dietarët musliman gjatë komentimit të Kur'anit dhe hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë përfundim se ditët e Dhulhijhes, të u bazuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë ditët më të mira gjatë tërë vitit, derisa edhe më të mira se sot ditët e Ramazanit, edhe më të mira se sot ditët e fundit të 10 netëve të Ramazanit. Sa i përket ditëve, ndërsa sa i përket netëve, janë netët më të mira të Ramazanit, pra të 10 netëve të fundit. Pra shika, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon se si Allahu azza wa jalla ka veçuar këtë ditë. Sa që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah. Nuk ka ditë që vepra të jetë më e dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala se sa në këto 10 ditë të Dhulhijhes. Pra në këto 10 ditë të këtij dhjetëshi të zgjedhur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj besimtari do të shfrytëzon në veprat e mira dhe në ata që afron tek Allahu subhanahu wa ta'ala, e që të lut me Allahun azza wa jalla që të jemi prej tyre. Wa aqulu qawli hadha
wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, fastabiqul khairat, shpejtoni në punë të mira. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dhe për këta le të bëjnë gara garuesit. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na ka porosit në Kur'an që kur është në pyetje sezonat e adhurimit dhe kur janë në pyetje dhuratat e Allahut subhanahu wa ta'ala, besimtari patjetër do të shpejton e tu. Prandaj, si do të shpejtojnë në këto dhe ditët e Dhulhijhes, e para vëllezër të nderuar, dhe më e mira dhe më e dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala është shprehja e pendimit të sinqert të Allahut azza wa jall. Pra duke u penduar për të kalumen dhe duke ia dhënë besën Allahut për përmirësimin për të ardhmen. Pra duke u penduar për gjitha ato mëkate dhe gjunat të cilat i kemi vepruar në jetën e kësaj bote, dhe duke ia dhënë besën Allahut sinqerisht me një jetë të mirë pa hile, nga se ke të bëjë me krijuesin e kësaj gjësisë, Allahun te bareke ve teala, që të pendohesh sinqerisht dhe të kthehesh Allahut azza wa jall. Dhe nëse pendohesh sinqerisht, Allahu azza wa jall ka dhënë myshde dhe si hariq dhe gëzim për tyje, se Allahu subhanahu wa taala yaghfiru dhunuba jami'a, i fal të gjitha mëkatet, innehu huwa al-ghafurur rahim, nga se Allah është mëkatfalës dhe është mëshirues i madh. E dyta, vëllezër të nderuar, është falja e namazeve, nga se namazi është lidhja e robit me krijuesin e tij. Si ka mundësi një besimtar, një musliman, i cili thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, mos i përgjigjet Allahut subhanahu wa taala në 5 kohë ditore. Prandaj mundohu që 5 kohët me i fal, e në veçantie me i fal në xhamie. Nga se këto janë ditët më të mira dhe më të zgjedhura të Allahut subhanahu wa taala. Dhe namazi është gjëja parë që do pyetet njeriu në ditën e gjykimit. Nëse ka mirë namazin, thot pejgamberi alayhis salam, çdo gjë do ketë më mirë dhe lehtë. Ama nëse dështon të namazi, Allahu na ruaj do të dështuar. E treta, vëllezër të nderuar, mundohu agjërimi, edhe pse janë ditë të vogla, edhe pse janë ditë nxehta, ditë gjata, kujtoje ditën e gjykimit, që është ditë sa 50.000 vjet kur kanë me qëndru njerëzit në këmbë për Allah subhanahu wa taala. Po nëse nuk ka mundësi mu agjeru këtë ditë, atëherë agjeroje ditën e Arafatit. Dita e Arafatit për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, e llavaris ditën e Arafatit me i fshim katët e 2 viteve. Pra vitet e kaluar dhe vitit që vjen. Shiko çfarë mundësi dhe çfarë dhuntia Allah subhanahu wa taala. Pra me ta mundësu Allah azza wa jall për një ditë që e etur ka agjeruar për Allahun azza wa jall, me të falë me katët e 2 viteve. Pra vitin që e në mbrapa dhe vitin që vjen. Allah azza wa jall me rahmetin e tij i falë besimtarët dhe të agjerujnë. Pastaj, vëllezër të nderuar, leximi i Kur'anit. Sa herë në ditje, ndoshta me qindra dhe mira, po i hapum rrjetet e ndryshme sociale, a mos pe hapum librin e Allahut azza wa jall. Sa do pak nëse se merr librin e Allahut azza wa jall në dorë, instaloje në celularin tanë dhe shiko një faqe, 2 faqe në ditje në fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Nga se fjalët e Allahut janë cilësia Allahut subhanahu wa taala, ndërsa çdo gjë tjetër është krijesë e Allahut, kurse fjalët e Allahut janë fjala e Allahut subhanahu wa taala, e cila duhet të madhërohet. Mjafton që është fjala e Allahut te bareke wa taala. Pastaj, vëllezër të nderuar, përmendja e Allahut azza wa jall sa më shumë, e në veçanti fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kujtohet Nuh alayhi salam kur vdiq,
para se me vdek në agoninë e vdekjes, i mblodhi djemë të vetë, dhe u ala amanat thuni la ilaha illallah. Nga se, si kur shtatësit dhe toka, mu vendos në një peshore, dhe fjala la ilaha illallah në peshoren tjetër, la rëgjihat hun e kish me anu maran fjala la ilaha illallah. Për shkak peshës dhe madhështisë që ka, dhe që e donë Allah Azze wa Jell këtë fjallë dhe thonësin e saj. Dhe gjithashtu, fjala subhanallah, fjala alhamdulillah, fjala Allahu Akbar, pastaj dërgimi salavatën dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe fjala astaghfirullah. Pra janë prej dhikrit, përmendjes së Allahut, janë të lehta në gjuhë, të dashura shumë të Allahut dhe të peshueshme shumë rënë peshuan Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ta përmendëm Allahun subhanahu wa taala sa më shumë dhe ta llogaritëm vetveten tonë se ku jena dhe çka duhet me bë dhe si duhet u kthejmë në pendu të Allahun subhanahu wa taala. Elus Allahun azza wa jall që Allahun në këtë ditë na mundëson që të shtojmë ibadetet dhe adhurimet dhe lusëm Allahun azza wa jall që këtë sezon të këtyre ditëve të Dhulhijhes Allahu subhanahu wa taala na mundëson që në fundin e tyre të mshirohemi dhe të dalëm të falur dhe të liruar prej zjarmit të xhenemit dhe lusë Allahun azza wa jall që kjo festë dhe ky bajram i cili po afrohet të jetë gëzim dhe fituar për muslimanët. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون